të degve, pa, grupor, institucional, brenda partijak? Po, në fakt, Lidha Demokratike është djepi demokracisë në Kosovë dhe natyrisht se kjo duhet shparë krejtësisht në suaza normale. Nuk ka asgjë për të habitur, asgjë as për të çuditur, as për të friksuar askush. Thjesht është një shtëpi vërtet e demokracisë, Lidha Demokratike ka të katërtin lider, zotin Abdi Gjiku, dhe madje është krijuar një standard se njeriu kur i humb disa palë zgjedhje, natyrisht të kërkohet dorëheqja është gjëja më e thjeshtë. Unë e kuptoj edhe shqetësimin e zotit Abdi Gjiku edhe kundër reagimin, por po them është krejtësisht demokratike dhe unë besoj që kjo punë zgjidhet, sepse janë antarësia Lidhës Demokratike e cila do të vendos, por duhet pasur thjesht kujdes ndoshta edhe në deklaratat. Kemi pasur edhe deklaratat të individëve, me aktivistëve të vjetër të Lidhës Demokratike, të cilët e kanë kërkuar ndryshimin e leadershipit. Dhe madje fundi fundit, nëse do të themi edhe një klub futbollit i cili sado mund të jetë gjeni, trajnerin nëse i humb 3-4 lojë, sigurisht se kërkohet ndryshimi i tij. Pra, edhe në politikë është gjë, sepse kësaj do t'i mësoj pastaj edhe subjektet e tjera politike që të reflektojnë me ndryshimin e leadershipit. Nuk ka diçka të keqe, unë nuk e shoh absolutisht të keqe. Paka shumë kjo fjalimi, si duket i pakoordinuar i zotit Abdi Gjiku, se si nuk u ngopet kurrë, nuk mendoj që ka të drejtë për faktin se u drejtohet dy kryetarë dhe që dy kryetarët janë për 4 herë që kanë fituar në komunat e tyre dhe janë degët më të mëdha që janë në Kosovë. Çka do t'ju thotë? Është pikërisht kjo, pse s'po ngopen? Çka do t'ju thotë zoti Abdi Gjiku të tjerëve që veç kanë dalë, domethënë dhe do të dalin. Sigurisht se LDK-ja me këtë ka dëshmuar se është mbi Abdi Gjikun, mbi Muhaxherin, mbi atë kryetarin e Lipjanin, mbi mua, mbi secilin antar që është, sepse LDK-ja është një demokraci e brendshme dhe nuk mund sillet asnjëri pavarësisht pozicionit si të jetë një farlloj pashaje aty. Pra, kjo është një zhvillim krejtësisht demokratik dhe është e shëndetshme për demokracinë partijake. Kur dikush kërkon ndërheqje, dikush se pranon, i quan sabotues, i quan koordinuar. Demokracia këtë punë e ka, sepse natyrisht se dikush dëshiron të ketë diçka ose të ketë një farlloj monopolit dhe të tjerët janë ata të cilët dinë ta kundërshtojnë, kanë guximin për ta. Po tentativa e një individit ose një grupi të vogël për të krijuar monopol, domethënë shumica natyrisht se nuk e lë dhe ata do të ketë reagime, prandaj janë krejt demokraci. Monopol LDK. Tashi si duket, sepse dorën në zemër, unë kam pritur reflektim edhe të mëhershëm. Edhe herën e kaluar për 14 vota ka fituar dhe pasi dha dorëheqje, domethënë dha u dëshmu për se të gjitha gorat i ka humb. Është kryetari që asnjëherë s'ka fituar, ama bash asgjë s'ka fituar me Lidhën Demokratike. Tashi nuk duhet nënçmuar sepse vërtet këtu nuk po them se ka qenë një kryetar i dobët, nuk ka mujt, por thjesht këto janë rrethonat dhe në rrethonat e tilla duhet të mësohemi edhe nëse je ku me ditë se kush çfarë do dije, çfarë do përgatitje, qoftë akademike, ku di unë se çfarë, thjesht në demokraci kur nuk funksionon leadershipi yt, duhet krijuar hapësirë për leadershipin e ri. Dhe unë kam pritur që zoti Abdi Gjiku të reflektoj edhe pas humbjes që e solli në 13% Lidhën Demokratike të Kosovës, pra nuk e solli vetëm Abdi Gjiku, të jemi të sinqert, por në drejtimin e tij dhe nuk mund të kërkosh përgjegjësi nga një antar i thjesht, ka një hierarki në demokraci, përgjegjësia kërkohet nga kreu. Natyrisht atë me sa e di unë kanë dhënë dorëheqje, kryesia, pjesa shumica atyre nën kryetarët të cilët kanë qenë edhe zyrtarisht dhe natyrisht nuk është dashur që të përsëritej, por ka ndodhur se çka ndodh fundi i fundit, ne jemi vend me një demokraci të re, Lidha Demokratike është e para parti dhe natyrisht është duke zhvilluar